Mirëmëngjes, sot jemi zgjuar me një lajm të jashtëzakonshëm. Pagat janë rritur më shumë se sa çmimet. Po, e thot vetë Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit. Pagat janë rritur si asnjëherë më parë. Çmimet janë rritur, por pagat janë rritur me një ritëm më të shpejtë se sa ato. Në fakt, zonja ministre, shifrat nuk thonë kështu, thonë të kundërtën. Ishte mirë të dinim se nga cili burim dhe kjo shifër. Atëherë, sipas të dhënave të publikuara nga Instat, 40.5% e popullsisë plotësojnë të paktën një nga këto tre kritere. Janë rrezik të varfërisë monetare, sepse të ardhurat e një personi janë më të ulta se 60% e mesatarës kombëtare. Kanë mungesa materiale ose sociale të rënda, sepse personi nuk ka mundësi të përballojë shpenzime bazë si ngroja, pagesa e faturave, blerja ushqimit, rrobave etj. Jetojnë në familje me intensitet shumë të ulët pune. Ku të rriturit në një familje punojnë shumë pak ose as pak gjatë vitit. As Instat, as Banka e Shqipërisë, as Banka Botërore nuk kanë publikuar ndonjëherë në një të vend të tillë. Në fakt, këto shifra janë publikuar nga Instat. Por, nëse nuk mjaftoheni me Instat, kemi dhe Eurostat, i cili sipas një ankete të realizuar, thekson qartë se 55% e shqiptarëve me zor e mbyllin muajin. Tani zonja ministre, ne i tham burimet dhe shifrat. Po do doja të dija propaganda juaj mbi çfarë shifrash dhe mbi çfarë burimesh bazohet.